Përshëndetje, sipas ushtrimit që ki dërguar, skica ABCD është një drejtkëndësh që supozon formën e një kornize, me perimetër të njohur 60 cm. Pyetja shtrohet si duhet të zgjidhen për masat e saj x dhe y në mënyrë që sipërfaqja e brendshme e kornizës të jetë sa më e madhe. Fakti që perimetri i drejtkëndëshit njihet, që është 60, do të thotë që 2x plus 2y baras me 60. Pjestojmë me 2 të dy anët dhe marrim x plus y baras 30. Këtu tani shprehim njërën ndryshore me anën e tjetrës dhe kemi y baras 30 minus x. Duke qenë se x është gjatësi, x duhet jetë më i madh se 0 dhe y gjithashtu është gjatësi, pra duhet jetë më i madhe se 0. Fakti që y i më i madh se 0 do të thotë 30 minus x më i madhe se 0, pra x më i vogël se 30. Dhe në këtë mënyrë ne përcaktuam vlerat e mundshme të x-it dhe të y-it. Tani formojmë formulën për syprinën. Syprina e çdo drejtkëndëshi është prodhimi i dy përmasave. Pra në rastin konkret x e y. Atëherë s-ja baras x që shumëzon dhe në vend të y-it do vëmë shprehjen 30 minus x her 30 minus x. Kryejmë veprimet. S baras 30x minus x në katror. Në përgjithësi, kur kërkon që të zgjidhësh ushtrime të tipit me vlerë më të madhe më të vogël, zakonisht zgjidhet metoda duke derivuar, do me thënë me mënyrën e derivimit. Bëjmë derivatin e funksionit syprin, ky është një funksion në lidhje me ndryshoren x, kështu që derivati del 30 minus 2x. E barazojmë me 0 që të gjejmë rënjën e derivatit. S' baras me 0 do të thotë 30 minus 2x baras 0. Kjo sjell 2x baras me 30, që nga x baras 30 pjesëtim për 2, 15. Tani duhet të studiojmë shenjën e derivatit për të parë vlerën më të madhe të mundshme kur merret. Atëherë bëjmë tabelën e studimit të shenjës. Vendosim vlerat e x-it. Pastaj këtu do vendosim shenjën e së primit dhe në fund do vendosim s-ën. Vlerat e mundshme të x-it janë nga 0 në 30. Rënja e derivatit që gjetëm është 15. Kur x është 15, së primi tha merr vlerën 0. Kur x është më i madh se 15, diferenca 30 minus 2x do marr vlera negative. Dhe kur x është pozitiv, por më i vogël se 15, 30 minus 2x do jetë pozitive. Kur derivati i parë është pozitiv, funksioni është rritës. Dhe kur derivati i parë i një funksioni është negativ, vetë funksioni është zbritës. Kur funksioni kalon nga rritës në zbritës, ai arrin një maksimum. Dhe me qenë se në intervalin 0-30, funksioni s 30x minus x katror është i vazhdueshëm dhe ka vetëm një maksimum, kjo është dhe vlera më e madhe e funksionit. Do me thënë, për masat e këtij drejtkëndëshi, pra të kësaj kornize, do të jenë 15-15. Do me thënë kjo kornizë drejtkëndëshe në fakt doli në formë katrori.